Po e nis me ty. Është një marrëdhënie që unë kam e ngjiza unë, domethënë, ishte fati I tyre, e kam thënë gjithmonë këtë. E diskutuar për kaq javë. Pra imi marrëdhënia e këtyre të dyve, duke arritur nga faza në fazë, nga marrëdhënia baba-bi, duke kaluar pastaj në marrëdhënie tjetër, duke I dhënë Miri më shumë veprime, domethënë që ka bërë, për ta çuar në këtë lloj konotacioni që është diskutuar dhe së fundmi fare, duke arritur në këtë lloj përmasash, që saksaj gocës I kanë ardhur, Selinit, I kanë ardhur dy indikacione shumë forta. Përpos të tjerëve, mbajtjardet që kanë pasur të gjithë banorët e rinj gjithë me radhë. Kemi të bëjmë me Gretën, një familjare që vinë, nuk e di se sa për mënyra se si erdhin, loj prap ishte e diskutueshme. Mendoj që kishte drejt Selini ta diskutonte si gjë ta merrte qasjen e saj, ndoshta mund të ishte për lojë dhe qasja e Gretës që erdhi dhe prap kishte dyshimin dhe qëndron të kishte dyshimin. Dhe vullën e jep vllai kur vin prajmin e fundit që kemi pasur. E ka ndërtuar të tillë mendoj. Është loja që unë kam thënë në mënyrë konsistente pa aftësinë për të luajtur vetëm. Gjash formuar korniza e të dyve. Pa tjetër, duken si një banori vetëm, të paktën përballë meje në sytë e mi. Mendoja, ua kam thënë dhe javës që kaloj që do vinte momenti I përballjes që qa nuk keni për t'i thënë njëri tjetër, se për t'i thënë keni boll, vin Gimbo, më duket sikur ishte karroca e shpëtimit të Selinit, duke ardhur kaq shumë sinjale, shkëputu, duke ardhur dhe Rogerti dhe gjithë merat që kanë ardhur, Eriku të gjithë I kanë dhënë mesazhe të ndryshme, por dhe unë të paktën flas për veten time kam perceptuar që kjo gjëja jashtë duke ja thënë në mënyrë konsistente ja ka shkatëruar fytyrën kësaj gocës këtu brenda, domethënë. E kam thënë këtë, që nga javët e para që kemi diskutuar këtë marrëdhënie që kemi pasur këtu brenda. Okej. E shikoj si shpëtimin e Selinit kundrejt kësaj situate, por e shikoj si fundin e Selinit në Big Brother. Roger? Përshëndetje. Unë kam thënë, qëllimi më I rëndësishëm që ishte për këtë lojë ishte që të ndaja këto dy, sepse të dy bashkë dhe këto dështuan, nuk e morën këshillën e Monikës javën e kaluar, që qëndronin bashkë, janë më të fortë bashkë. Unë gjithmonë I kam dashur veç e veç, sepse I shoh më dobët veç e veç. Por kur e kam thënë që Miri nuk I shkputet, e kam thënë sepse Selin do e ndante. Tani unë e shoh Mirin shumë më të fortë se Selin. Pse? Sepse Miri është babaxhan dhe ka kontakte këtu në shtëpi me shumë goca këtu. Kurse Selin nuk e mori këshillën time që bashkëpunonte me mua drejt finales, po filloi duke u bërë miku im, a kupton? Edhe kjo është e rëndësishme dhe tani unë I shoh këto dy sikur janë dy pole të ndryshme, po pole jo qëndrueshme këtu në shtëpi. Kështu që Zoti na rujt edhe Zoti I rujt këto. Brikena. Unë mendoj që të dyja kanë fillu si loj bashk, edhe mendoj që kanë po që nëse vazhdojnë bashk, nuk është se ka një gjë interesante dhe nuk shfaqin kur gjë, edhe thjesht mendoj që kanë me vazhdu me bo lojna mu shkput, mu bashkangjit, mu shkput, mu bashkangjit, deri sa të arrin qëllimin me shku sa ma largë dhe me marrë sa ma shumë vëmendje për kësaj gjëje. Lediona, mund të shpreh një këndvështrim tjetër, në mënyrë se si unë e shoh? Mua më duket sikur pas shumë sinjalesh që Selin ka marrë nga jashtë, kryesisht familjarë të saj, thjesht është siguruar për pozitat e forta që ka krijuar aty jashtë dhe që ajo mendon tani që nuk e ka më nevojën Miri dhe mund t'ja dali pa atë. Sepse nëse do ishte për të respektuar vullnetin e prindërve aty jashtë, do ishte larguar me kohë, mendimin. Unë jam shumë e drejtë për drejtë dhe... Greta? Përputhen. Selini zgjedh të bëj prap përputhen dhe Miri ka prap mundësinë për herë të dytë futet në Big Brother. Kaq. Në marrëdhënien e tyre mua Miri më duket më I drejtë, sepse shi edhe te klipi që ai nuk ishte dëshirë, madje edhe para prajmit I tha pse u largove dhe pse ule përballë. Selini tha ishte pak ngushtë aty, ndërkohë që gjithsesi ishte okay, vetë zgjodhi që të largohej nga Miri. Pra ishte Selin që u largua nga Miri. Qartë, Greta? Ledion, për mua nuk është e thjeshtë, se unë kur kam ardhur në fillim, normalisht nuk e kam dashur Mirin dhe Selinën në lojë bashkë. Besoj ju e kuptoni dhe vetë arsyet, dihen, por... Jo, nuk I kuptojmë arsyet, nuk I di. Na I shpjego ti. Normalisht, dje që unë Selinën këtu e kam zemër. Kështu që... Ska nevojmë për të qeshur, Roger, se... Shumë tha e donte jashtë. Jo, jashtë, një moment tjetër, kur ti jemi në qoftë se do arrim në finale, normalisht, se cila do dojtë fitoj për vetën e vetë, a kupton? Për momentin nuk...
Patjetër, Luan prajmin e kaluar të tëra nga parat e. patjetër, ka qenë një strategji e imja për t'i dhënë disa indicie. Por Selina sipas meje është më e fortë vetëm edhe do ja dali më së miri. Unë të shtë ledjon pak më lidh me Krisin të pjesa që Gimbo ka hap sinjalet ton ku ndojën. Do të kaloj pas pak të ty, Gimbo, sepse ka një klip që të takon Mateo. Okej. Kam qenë një ndër banorë që ka ardhur nga jashtë dhe i kam dhënë Selinit indicje për t'u ndarë nga miri për çështje imazhi, jo çështje loje, por me aq sa kam parë këtu brenda, këto dy bashkë kanë lojën pavarësisht se janë ndarë nga krevati, muhabeti i krevatit vazhdon dhe loja tyre vazhdon. Edhe mbas sinjaleve për mendimin tim që i kanë ardhur Selinit nga jashtë, këto dy do vazhdojnë ta bëjnë lojën e vet rriqe mos kput. Qartë. A mundem edhe unë me thënë diçka? Po. Unë e mendoj e kanë fillu vallën bashkë edhe duhet me kry vallën bashkë për imazhe dhe gjëra që shtu ka një muaj ai kupton që e kanë vazhdu kjo loj and për mua vazhdoni bashkë, keni fillu bashkë, keep going, stay strong, edhe hajt mos mendoni për komentet jashtë se çka ka ndodhur edhe s'mundesh me e kthy mrapsh sado që largon nga njëri tjetri. Play the game, you playing it well, edhe ka. Play the game, play the face. Stelina? Lidion, unë si që kam thënë dhe tek banorët tu, kjo është marrëdhënie ku secili ka përfituar nga njëri tjetri. Dhe njësoj si unë, si që jam një banore që e kam parë pak edhe nga jashtë edhe brenda. Kush ka përfituar më shumë sipas teje? Këtë do thoja që unë që e kam parë pak edhe nga jashtë edhe nga brenda, por jam shumë e bindur që dhe ata vetë nuk kanë arritur të kuptoj kush ngriti kë në këtë marrëdhënie. Kështu që e rëndësishme është që në këtë marrëdhënie Miri dhe Selini gëzojnë respekt edhe mirënjohje për njëri tjetrin që kanë arritur deri në këtë pikë dhe patjetër thjesht Selini po merr kohën e saj, unë kështu e vlerësoj të paktën, nga të gjitha indicet që kanë ardhur, është një vajzë e re dhe patjetër ndihet edhe pak në siklet ndoshta nga të gjitha këto indicie, por jam e bindur që për shkak të mirënjohjes dhe respektit, kjo marrëdhënie do vazhdojë edhe do vazhdojnë edhe në një moment tjetër të ngren njëri tjetrin përsëri, pa e kuptuar kush ngren më shumë kë. Selin? Atëherë, e parë njërë shumë interesant të dëgjosh gjithë të njërës që flasin në këndvështrimin tënd. E dyta, nëse ka një gjë në karakter që më përfaqëson është besnikëria dhe unë jam besnike dhe marrëdhënies time me Mirin dhe në asnjë moment nuk jam ndarë dhe nuk do ndahem nga Miri deri në këtë pikë lojës. Jo Gimbo, një djalë që kam shumë respekt, po shumë si Gimbo mund vinë, unë nëse nuk e ndjej për veten time që unë të ndahem nga Miri, unë nuk kam për ta bërë këtë lëvizje dhe nuk e kam bërë deri në sot. Sa për pjesën e vendit, ashtu ndodhi që aty ishin ulur shumë djem bashkë dhe më shumë për çështje imazhi, kalova te divani tjetër. Kjo nuk ishte një lëvizje për të çuar kontradikta ose ku di unë. Sa për pjesën e klipit, e kam shprehur shpesh herë që Miri ka një problem që ndonjëherë keq interpretohet. Unë nuk jam në vallën e askujt, unë në këtë vallë jam vetë koreografe, vetë soliste, nuk jam mbretëresha në shahun e askujt. Për Mirin kam shumë respekt, ne kemi patur një situatë përbashkët që na ka ndihmuar në lojë dhe na ka ngritur, kemi ngritur njëri tjetrin dhe për atë situatë janë krijuar shumë situata tjera pasardhëse, të cilat i kam superuar mendoj me sukses. Këtu nuk jam duke bërë përputhen, thjesht po tregoj një Selin të lirë që nuk e drejton askush veçse vetja saj. Dhe katërta, jam munduar që gjithë këtyre spekulimeve dhe mendimeve negative të banorëve të tjerë ti përgjigjem ashtu si unë e kam menduar pa u ndikuar nga Miri, apo nga Greta, apo nga Gimbo, apo nga të gjithë tjerë. Unë jam Selin, do dalë si Selin dhe mua nuk më drejton njëri në këtë lojë dhe s'ka për ta bërë deri ditën e fundit. Nëse duket e tillë, më besoni që unë ju lejoj që juve të mendoni që mua po më drejton dikush. Në të vërtetë është e kundërta. Miri? Nëse ke Miri, po ajo të kishte mbaroj dhe ti përsëritet gjithmonë. Ti katër fjali ke në çdo prime. Këtë situatë bëra unë, këto të dy janë të humbur, këto të dy janë një banor, këto të Selini po bën përputhen. Ky djalë ka ndjer faqen. Këto janë pesë fjali që ti vetëm i përsërit. Nëse ti ke një gjë tjetër të re për të shtuar, do ishte shumë interesante dhe për publikun që ta dëgjojë. Unë dilemën tënde, të zgjedhësh mes familjes tënde dhe mentalitetit dhe ti i di shumë. Unë nuk kam familja ime, nuk ka fare mentalitet, ty nuk të ka flasësh për familjen time. Të lutem merru me situatën që është brenda Big Brother, sepse jemi bërë kaq përsëritës duke dalë disa herë tek familja. Qëndro këtu brenda, unë familja ime është me zero mentalitet, jemi shumë të hapur, do unë jam e gjithë të bëj çfarë të dua. Dilema këtu brenda është cilat do dita që ti do ndrosh, do sjellësh diçka të re. Apo të vazhdojë ato që të kanë ardhur si informacione. Kjo është dilema jote. Në cilin moment do tregosh një gjë të re për publikun sepse po bësh përsëritës me fjalët tua. Atëherë ju duhet të krijoni një lojë të re këtu brenda që u them diçka të re. Sepse juve që ditë kohës në kaq ditë keni bërë vetëm këtë lojë. Përputhen me njëri tjetrin duke marrë çdo banor që ka ardhur duke fizuar për marrëdhënien që keni pasur për ta ushqyer. Kaq. Erdhi Gimbo, tash do kesh diçka të re, po kalove prapë nga përputhen në përputhen. Prandaj do marrë ti vazhdon të bësh përputhen. Ti nuk lundos vetëm. Miri.
Po para ja të fushoj pak Krisi, se Krisi do të kapi vëmendjen edhe në këtë moment që nuk i takon në fakt, sepse e bëri komentin e tij dhe i tha gjitha, s'ke çfarë thua më, do përsërisësh po të njëjtat gjëra. Krisi, kështu që tani mëso ca gjëra nga mua se duhet të luash vetëm. Tani se çfarë mësoj ose po do t'i viti mësoj unë. Se çfarë mësoj unë nga ty e di unë se lojën time bëj unë, nuk e bën ti. Ti bëj lojën tënde, ashtu siç e ke filluar në ditën 1 dhe në vazhdim. Jo, lojën time nuk e bëj unë, e ka bërë. Atëherë Ledon, unë do thoja këtë që Big Brother jon ka filluar me datën 20, është dita 1 që na vuri Kristi, Zoti Kristi na vuri në një vështirësi se nuk na i dha për fat atë gjën. Por që ati ti vjen shumë keq sot. Ati ti vjen shumë keq sot që atë vështirësinë që ai na i vuri atë ditë, ne kthyem në forcë dhe vazhduam lojën dhe kemi krijuar jo vetëm lojën për Big Brotherin, po kemi krijuar një miqësi shumë të fortë me njëri tjetrin, një komunikim shumë të mirë që të gjithë këtu kush ka ardhur nga jashtë e ka patur zili. E çe mirë ka qenë aty, marrëdhënia babebi për të kaluar duke perceptuar çfarë marrëdhënie kanë ta dy. Ço do thotë? Diskutojnë aty Gjofrani duke bërë ato lloj çfarë do lloj vështirësie, çfarë do lloj sikleti që na ka ardhur mbi kurrizin ton, e kemi kaluar ashtu siç duam. E ke kaluar. E ke krijuar ti lloj sikleti. E ke krijuar. E kemi kaluar me shumë marrëdhënie për të arritur deri në e kemi kaluar me shumë vështirësi duke pranuar edhe perceptime të gabuara në publik, përveç se perceptimet dhe reagimet që kanë pas banorët në këtë shtëpi. Megjithatë, fal Mali. Megjithatë, unë do thoja këtë që nëse ka një koherencë për mua në këtë shtëpi është që fati na zgjodhi dhe ne e përdorëm ashtu siç duhet në funksionin ton dhe i kam qëndruar që në fillim asaj gjëje dhe vazhdoj akoma deri tani që ta vazhdoj me ngulm situatën dhe misin dhe lojën me Selin. Sepse që kaj paf dhe ti pastaj të luash vetëm. Vazhdo të bësh përputhen prap, të kanë ardhur dy herë mundësia për të. Unë nuk bëj përputhen sepse përputhen është një emision dashurie, është një emision dashurie që një djalë kërkon një vajzë për ndjesi dashurie. Unë me Selin e kam sqaruar atë pjesë që çfarë lidhje dhe çfarë kemi e kam bërë se mendonim ato lloj gjëra për marrëdhënien tuaj. Unë atë e kam konsideruar si vajzën time dhe vazhdoj akoma ta konsideroj ashtu. Dhe pjesën që ti përzin, tek ndjenja, ky është turpi jot, se s'ke lojë tjetër. Kristi, ti nuk ke lojë tjetër, vetëm të hedhësh balë, të hedhësh balë të Selin dhe ndërkohë zinxhiri të çon tek unë. Se ti e ke kuptuar që në ditën 1 që ke bërë gabimin më të madh, që ne të dy na vore në atë pozicion. Po mos kimi rak, do vazhdoj akoma ajo që të bëjë pak interesante, që të iki pak nga pak, për të parë sa interesante do jetë largimi i Selinit nga Mirit dhe kaq. Fitoria juaj, cila fitore? Okej, duhet të dëgjoj pak Gimbo.